vlerim, po e shoh që ki punu edhe sa i përket kurreshtis tek fëmijët, përgjithësi truni, një prej temave që vazhdon të diskutohet edhe The Diary of CEO ka të bëj me si të nxitët pra kurreshtja tek fëmijët, pra ka disa fëmijë që nuk kanë kurreshtja, a fitohet ajo nga mësuesit, a fitohet nga prindërit. Është me të lindur. Është me të lindur, po se të na thonë lind ose s'lind, ashtu nëse mundesh pak me na sqaruar këtë pjesë. Po, kur po flasim pianisti për kësaj, kur po folim për inteligjencën artificiale dhe teknologjinë, kurreshtja ose kurioziteti ka me qenë njëra prej seneve që kam na u dash gjithë, pa marrë parasysh se sa avancojmë me teknologji. E para që kurioziteti ose kurreshtin e shohim jo vetëm tek njerëzit, por në shumicën e edhe ka është çdo kënd rreth neve, kur neve na intereson për me ditë ato të panjohur. Kjo është në secilin fëmijë, mandej vendi se ku rritemi gjithmonë mundet me imponu ose me përmirësu ato. Është ajo që po e studiojmë, e para është se çysh prindërit, nëse një prind përgjithsisht kurreshtar gjatë ditës, për shembull, mënyra se si i prekin sendet, mënyra se si eksplorojnë një libër ose mënyra se si eksplorojnë një lojë të zakonshme në shtëpi, a mundet me pas efekte të fëmijët e tyre. E njëjta ka të bëjë edhe me shoqërinë, me shokët, me rrethin cilin e ki, po të njëjtën kohë edhe me shkollën. Faktikisht, studime tregojnë që studentat para se me fillu shkollën formale, pyesin dikun ditë deri në 2000 pyetje, fëmija në moshën 2 deri në 5 vjet. Pasi fillojnë shkollën, ajo bie pothuajse në 0. Do të thonë, është një pjesë që shkolla mundet me pas rol të rëndësishëm në kurreshtin ose kuriozitetin e fëmijëve, se zakonisht është një vend ku do të thonë perceptohet që ti vetë sa e merr dijen, por nuk është që ti je pjesë aktive atij procesi. Kështu që shkolla kanjëherë mundet edhe me ta huq atje, po prindrit bile dhe situata ekonomike e familjes mundes me pas rol të rëndësishëm të, po njëjtën kohë është shoqënia, është rrjetet të cilat mund me pas ndikim, për shembull shkolla me anë të shoqënisë cilën ose me anë të peer networks që krijohet brenda shkollës munden me nxit këtë farë kurreshtje.